Në rregull. Okej. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në prezantimin e rezultateve të studimit Përgjegjshmëria financiare e premtimeve të politikanëve shqiptar 2009-2017, realizuar nga Qendra e Studimeve Altax. Unë jam Aurora Sulçe dhe kam kënaqësinë që të moderoj eventin e sotëm. Është një studim i rëndësishëm i cili, siç thash, realizohet nga Altax dhe mbështetet nga programi i granteve të vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së Shtetit të Bashkuara në Tiranë. Studimi përfshin 3 periudha zgjedhore, 2009, 2013, 2017. Si është i orientuar ai? Janë analizuar të gjitha premtimet elektorale që kanë bërë partitë politike, duke i krahasuar ato me dokumentat të rëndësishme zyrtare strategjike, dokumentat të cilat shkojnë përtej mandatit të një partie, pra që kanë një afat më të gjatë se 4 vjet. Bëhet fjalë për krahasim me dokumentat të tilla si strategjitë sektoriale, politikat ekonomike fiskale vjeçare, programi afatmesëm buxhetor, kuadri makroekonomik dhe fiskal, si dhe të gjitha programet apo politikat e ndërmarra në kuadër të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të unifikuara këto edhe në programin kombëtar të integrimit evropian. Janë dokumenta të cilat të shkojnë përtej partive politike për shkak të rëndësisë së tyre në këtë drejtim edhe bëhen shumë të rëndësishme dhe të besueshme në krahasimin me premtimet elektorale. Në varësi të analizës që bëhet për çdo premtim elektoral, bëhet edhe klasifikimi i premtimeve në 3 nivele. Niveli i parë është premtim elektoral i matshëm dhe i besueshëm, premtim i matshëm dhe pjesërisht i besueshëm dhe premtim i pamatshëm. Nga pasi bëhet edhe analizimi i të gjitha premtimeve elektorale, ngrihen edhe ndërtohen rastet ilustruese në studim, janë dhënë përgjigje pyetjeve të tilla shumë të rëndësishme, si çfarë premtimesh kanë bërë partitë politike gjatë fushatave elektorale dhe si ka qenë raporti në lidhje me premtimet e besueshme dhe ato jo të besueshme. Nga studimi ka rezultuar se partitë, shumica e premtimeve që kanë bërë partitë politike në 3 zgjedhjet e fundit kanë qenë jo të besueshme dhe të pamatshme. Kjo pasi pjesa dërmuese e këtyre premtimeve nuk kanë qenë të bazuara në dokumentat e rëndësishëm sektorial që ne përmendëm më sipër. Në qoftë se do të bënim një analizë krahasuese për sa i përket tematikave, duke u bazuar tek ekonomia, nga studimi rezulton se pjesa dërmuese e premtimeve që bëjnë partitë kur janë në opozit janë pjesërisht të besueshme, por ato nuk kanë të shoqëruar një faturë të buxhetit, e thënë ndryshe janë premtime të cilat kanë koston në financat publike, por nuk kanë të përllogaritur edhe impaktin real. Nga ana tjetër, një tjetër gjë e rëndësishme është që si ka ndikuar përfshirja e premtimeve elektorale në programet qeverisëse kur në pushtet ka qenë një parti e vetme apo kur kanë qenë koalicion. Nga studimi ka rezultuar se aleancat kanë ndikuar pak në programet qeverisëse, ndërkohë që kur kanë qenë në koalicion për tematikat caktuara është bërë edhe identifikimi i partive. Një tjetër çështje më e rëndësishme është çfarë referencash apo transparence kanë pasur le të themi partitë politike kur hartojnë premtimet elektorale, dhe nga studimi ka rezultuar se partitë politike të cilat kanë qenë në qeverisje kanë bërë premtime të cilat janë bazuar në dokumentat edhe në strategjitë e hartuara prej tyre, ndërkohë që premtimet elektorale të partive të opozitës kanë qenë pjesërisht të bazuar në këto dokumenta, ndërkohë që një pjesë nuk kanë qenë të bazuar në këto dokumenta, duke sinjalizuar kështu edhe fillimin e politikave dhe strategjive të reja në rast se do ndodhte rotacioni politike dhe ato do të vinin në pushtet. Ashtu siç thash edhe në nisje të fjalës sime, ky studim përfshin periudhën nga 2009, 2013 dhe 2017. Pse është zgjedhur viti 2009? Është zgjedhur se në këtë periudhë ka filluar të hyjë në fuqi edhe reforma zgjedhore, e cila thelbi i cilës ishte kalimi nga sistemi mazhoritar proporcional në rajonal proporcional. Rrjedhimisht 2 partitë kryesore, Partia Socialiste Demokratike, por edhe Lëvizja Socialiste për Integrim si forca e tretë janë të përfshira në këtë studim dhe janë të analizuara premtimet e tyre. Pse LSI
LSI sepse e bën analizën më të plotë dhe dyta ka qenë një parti faktorizues në krijimin e koalicioneve qeverisëse. Referohemi këtu mandatit të dytë të Partisë Demokratike, e cila ka qenë në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim, njëkohësisht edhe mandatin e parë të socialistëve, të cilët kanë qeverisur me LSI-n. Në këtë drejtim ne do trajtohet në këtë studim edhe premtimet e Lëvizjes Socialiste për Integrim për të parë se sa janë përfshirë ato në programin qeverisës kur ka qenë në koalicion, si me Partinë Demokratike, ashtu edhe me Partinë Socialiste. Pa dyshim që kjo nuk është hera e parë që studiohen premtimet e partive politike në zgjedhje, janë bërë të pak nga luftimet që ne kemi realizuar në rrjetet sociale apo në media, ka rezultuar se në 10 vitet e fundit janë 10 projekte të tilla, por edhe këto projekte kanë bërë krahasime për sa i përket premtimeve, por kanë dy ndryshime krahasuar me studimin që ne paraqesim sot edhe të hartuar nga Qendra e Studimeve Altax. E para sepse për herë të parë premtimeve elektorale u faturohet edhe shoqërohet me një kosto financiare dhe me referenca ekonomike, gjë që nuk ka ndodhur në studimet e kryera më parë nga shoqatat e tjera të shoqërisë civile. Dhe elementi i dytë është sepse ky studim është gjithëpërfshirës, atë ndryshe përfshin të gjithë sektorët e ekonomisë, të gjitha premtimet, pra përfshin të gjithë gamën e gjerë të premtimeve elektorale të bëra në këto 3 fushata të fundit zgjedhore. Ndërkohë që në studimet e bëra më përpara rezulton se kanë qenë, le të themi, nuk kanë qenë gjithëpërfshirëse, kanë qenë përfshirë në sektor të caktuar për të dhënë pastaj atë idenë e përgjithshme të një perceptimi që mund të ekzistojë lidhur me premtimet elektorale. Por në finale, si studimet e mëparshme, ato edhe ajo që prezantojmë sot, synojnë që të ndërgjegjësojnë qytetarët si një aktor shumë i rëndësishëm për sa i përket premtimeve elektorale, për t'i bërë partitë politike dhe kryesisht qeverisjen që del pas zgjedhjeve më llogaridhënëse në këtë drejtim dhe më le të themi më të përgjegjshme në përfshirjen e premtimeve elektorale që bëjnë në programet qeverisëse dhe në realizimin e tyre. Por unë nuk dua të zgjatem më sepse dua t'i jap fjalën zotit Eduard Gjokutaj, është bashkautori i studimit, drejtuesi i Qendrës së Studimeve Altax. Zoti Gjokutaj. Faleminderit, Aurora. Duke dashur fillimisht të shpreh falënderime për të ftuarit, qoftë në sallë, qoftë dhe online, duke pas parasysh që koha është e tillë që nuk mundson shumë prezantime fizikisht. Unë do doja të shpreha mirënjohje edhe për kontributorët, siç u tha, ky material është bërë me bashkëautor, por gjithashtu dhe një falënderim të veçantë për ambasadën e Shtetit Bashkuar që besoi dhe mundësoi kryerjen e këtij studimi dhe të këtij projekti, për arsye se ky është një projekt i cili, siç do ta shpjegoj më vonë, nuk mbaron këtu me këtë studim. Për të kapur kohën, unë do kaloj menjëherë në një prezantim i cili ka dhe grafikat përkatëse, për të ilustruar sa të mundemi gjithë këtë mori të dhënash, për hir të vërtetës janë shumë të dhëna, është periudhë shumë e ngjeshur dhe duke dashur të përfaqësojmë disa nga gjetjet më kryesore, natyrisht që do të japim dhe mundësinë pastaj për të diskutuar dhe për të pasur për zgjedhjet atyre çfarë çdo njeri mund të preferojë më shumë. Ky studim, le të fillojmë me studimin tani të prezantoj. Ky studim analitik natyrisht duke pasur 3 palë zgjedhje, ka përfshirë në totalin e vet për të 3 partitë mbi 720 premtime. Pra, 720 premtime janë pjesë e analizës. Do të theksoj një detaj në besueshmërinë e përzgjedhjes. Këto përzgjedhje janë bërë bazuar mbi përgjithsisht deklarimet publike të kryetarëve të partive, daljet në media dhe në studim gjenden me linke të veçantë për secilën periudhë zgjedhore. Kjo ka qenë një periudhë selektimi i tyre, ekstraktimi për zgjedhje dhe prezantimi. Ndërkohë pjesa tjetër është pjesa e cila verifikon këto premtime. Këto premtime janë verifikuar, siç u tha nga zonja Sulçe, që kanë pasur në konsiderat mbi 60 strategji të ndryshme sektoriale sipas zgjedhjeve përkatëse, pra strategjitë e miratuara nga qeverit në për vite, kuadrët makroekonomik fiskal gjithashtu të miratuar nga qeverit, programet buxhetore afatmesme,
programet ekonomike, fiskale për ato vite që kanë zgjatur, strategjitë kombëtare të zhvillimit dhe integrimit, 2 strategjitë, dhe programi kombëtar i integrimit, plus dhe ligje specifike apo studime të përcjella nga media apo nga organizata partnere. Le të kalojmë te studimi për të bërë një prezantim më të detajuar të asaj që unë sapo përmenda. Fillimisht janë marrë në analizë tendenca e premtimeve. Pra, si ka vajtur tendenca e premtimeve në aspektin sasior? Ne shikojmë në studimin tonë që ka një tendencë në ulje të premtimeve, ndërsa ka nisur me premtime shumë të mëdha, kanë qenë rreth 298 premtime nga të 3 partitë në zgjedhjet e vitit 2009, ndërkohë në zgjedhjet e 2013-s numri premtimeve është ulur ka vajt 270 dhe në zgjedhjet e vitit 2017 ka vetëm 152 premtime. Pra, është një rënje rekord e numrit premtimeve, gjë që tregon edhe për një qasje të themi më pranë atyre premtimeve konkrete të cilat ne kemi përmendur në një tabel të veçantë ku themi që sa kanë qenë premtime nga gjithë tërësia e premtimeve specifike dhe të përgjithshme. Kanë qenë më së shumti mbi 90%, 92% kanë qenë vitin 2009 premtime specifike, 97% në 2013 dhe 93%. Pra kjo tregon për një saktësim apo një kolaudim në përvite të pjesës grupeve specifike ku adresohet dhe qasjeve për të cilat këto premtime vënë. Ajo që ne duam ta themi që në fillim, por në fakt është në tërësinë e gjithë studimit është pjesa e analizës se sa këto premtime janë referuar qasjeve strategjike të miratuara, kuptohet nga qeveritë që kanë qenë në atë kohë, por ne nuk e kemi konsideruar në asnjë moment si dokumente që i vlen vetëm një qeverie. Janë dokumente të cilat kanë një hapje të gjerë ekspertize, kanë pjesëmarrje përgjithsisht të asistencave të huaja dhe analiza jonë ka dashur të fokusohet me këtë lloj qasje për të dhënë kuptimin e mos fillimit të çdo qeverisje me një strategji të re, me një qasje të re, por strategjitë bëjnë të tilla që të referohen për të vijuar politika dhe për të marrë stafet në aspektin e përmbushjes së tyre. Kështu ne shikojmë që përgjithsisht partitë u qëndrojnë në premtimeve brenda strategjive apo dokumenteve të miratuara nga ato vetë, por me dalje në opozit na rezulton që ky nivel i referimit përgjithsisht bie. Në fakt, fenomeni më i dukshëm i takon në këtë rast LSI-s, e cila ka më pak referime në premtimet e veta të qasje strategjike, duke synuar të bëj premtime të tipit që dalin jashtë këtyre parashikimeve. Pra, parashikimet fiskale, parashikimet për politika sociale, parashikimet për shëndetjen apo dhe parashikimet të tjera që strategjitë i vendosin në përmbajtjen e tyre. Kështu, nisur nga kjo, neve në analizën që kemi bërë, shikojmë se premtimet për politikën fiskale dhe premtimet për shtimin e allokimeve buxhetore janë premtimet mbizotruese, që në fakt kanë ardhur me kalimin e viteve apo me 2 zgjedhjet e fundit janë bërë dominuese në nivelin e premtimeve të gjitha partive. Dhe ndërsa PD-ja në premtimet e vitit 2009 kishte pak premtime për ulje taksash dhe me kalimin e viteve e ka rritur dozën, në 2017 ka një rritje të saj, ndërkohë PS-ja kanë ngelur në nivelin e premtimeve, ka një rritje të premtimeve buxhetore, fiskale në vitin 2013, por ka një farë stabiliteti. Ndërkohë, LSI-ja është ajo që premtimet fiskale i ka më shumë si sasi nga gjithë partitë e tjera. Kështu që në këtë nivel, parë kjo dhe me shtimin e premtimeve buxhetore, i ka ndërtuar në formë të tilla, aty ku ka rritje të premtimeve fiskale, ka zvoglim të premtimeve buxhetore dhe ana sjellta. Gjithashtu, një pjesë e studimit kanë qenë edhe premtimet për pjesën e punësimit. Punësimi zë një vend të dukshëm në premtimet e partive. Është pjesa më domethënëse për elektoratin mas të gjerë dhe nga sa shikojmë premtimet e punësimit janë të tilla që kanë një rritje sidomos të tyre në partitë e majta dhe në një mënyrë më të moderuar ose thënë ndryshe PD-ja në 2017 nuk ka bërë fare premtim për punësimin. Gjë që në një qasje një çik më racionale ne shikojmë të lloj premtimi në vitin e fundit zgjedhor që sa kaluam 2017-ën. Premtimet e tjera janë premtimet që kanë të bëjnë me politika sociale. Kanë një rëndësi në nivelin e premtimeve që kanë bërë partitë, për arsyeën e thjeshtë se janë premtime që
prekin dhe këto një stres shumë të ndjeshme të popullsisë, stres në votuesve që janë më vulnerabël, dhe ndërkohë neve kemi konstatuar që dhe këto premtime, pavarësisht se këtu futet politikat sociale, për mbrojtje sociale, edhe politikat për pensionet, premtimet me, si do ta themi më vonë, realitetin janë shumë larg. Unë do ndalesha pak te premtimet që lidhen me taksat dhe buxhetin. Nëse shikojmë në mënyrë ilustruese nga grafiku, ka një luhatshmëri të tyre për sa i përket pjesës shkurtimit të taksave dhe shtimit të shpenzimeve. Pra, në premtimet e partive rrallë herë ndodh të kemi diskutime apo premtime për paksim të shpenzimeve buxhetore apo shtim të taksave. Këto janë dy temat që nuk preken pothuajse fare, përveç rasteve kur një herë në një zgjedhje para 2 zgjedhjesh u përmend rasti i një qeverisje të vogël, por që në realitet ajo nuk arriti dot të bëjë për arsyeën e thjeshtë se edhe buxheti nga sa kemi studiuar ka dinamikën e vet dhe nuk përkon domosdoshmërisht me premtimet. Pra, ndërsa shikojmë një ulje të premtimeve për taksat në partitë e ndryshme në Partinë Socialiste, kemi një rritje të premtimeve për buxhetin. Thënë ndryshe kjo është ajo pjesë që u përmend këtu, pjesa e kostove buxhetore. Pra, ajo që neve kemi trajtuar në gjithë të studim është pjesa se sa i kanë kushtuar këto premtime për ulje taksash apo për shtim shpenzimesh buxhetore të llogaritura me vlerat e buxhetit. Pra, të PBA-ve, të parashikuara në PBA dhe të llogaritura me vlerat e buxhetit. Kështu shikojmë që ndërsa në vitin 2009, 2013, 2017, sipas llogaritive për premtimet fiskale të PD-s, kemi një llogaritje plus në të hyrat, 10 miliard, 11 miliard dhe 11 miliard pra perspektivisht për periudhat që thash. Ndërkohë kemi shpenzime të alokuara në buxhet për politikat e ndryshme sektoriale, në 2009 123 miliard fatura buxhetore, në 2013 126 miliard dhe në 2017 147 miliard. Të gjitha këto llogaritje janë bërë bazuar mbi ato premtime të cilat janë kuantifikuar. Pra, është futur në llogaritjen e të hyrave buxhetore, llogaritjet e premtimeve fiskale të cilat në vetvete bien të ardhura dhe premtimet për investime dhe për rritje ekonomike të cilat në vetvete bien konsum dhe konsumi bie të ardhura në sistemin zinxhir të hyrave buxhetore. Ndërkohë të gjitha të tjerat janë shpenzime buxhetore. Përpësën, për të njëjtat vite, 2009, 2013, 2017, llogaritja e premtimeve për të hyrat në buxhet është 9 miliard në 2009, 19 miliard në 2013 dhe 22.5 miliard në 2017. Ndërkohë shpenzimet, pse ja kanë qenë më e reduktuar në 2009 me një shumë të llogaritur premtimeve 47.5 miliard, pra minus 47.5 miliard ka kushtuar sipas llogaritjeve tona fatura buxhetore, 131.5 miliard ka kushtuar në 2013 dhe 98 miliard në 2017. Kuptohet që viti kulmor këtu ngelet 2013. Ndërkohë LSI-ja ka një, të themi, teprime shpenzimet buxhetore, duke marrë konsiderat që është një parti e vogël dhe e cila nuk merr dot vendimarrje për çështje specifike përgjithsisht të financave, të cilat zakonisht në koalicionet që ne kemi vërejtur i kanë marrë dy partitë e mëdha dhe kanë qenë ato që kanë dominuar politikën fiskale pavarësisht se ka pasur ndikime nga Partia e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kështu, nga llogaritjet e tyra buxhetore në 2009 llogaritjet një hyrë për 9 miliard, në 2013 11 miliard dhe në 2017 8.5 miliard. Pra këto janë efektet që rezultojnë në qoftë se do të zbatojë ajo politikë fiskale e propozuar me ulje taksash dhe me propozime të tjera që lidhen me shtimin e investimeve në ekonomi. Ndërkohë, fatura buxhetore e premtimeve për sektor të ndryshëm është 66.2 miliard në 2009, 141 në 2013 dhe 138 miliard. Kuptohet që dy vitet e fundit 2013 dhe 2017 janë vite që nëse do zbatoheshin të premtime buxhetore, natyrisht si do ta themi edhe pak më vonë, janë të tilla që nuk përballohen nga një buxhet me kushte normale. Por këto premtime, pra, ne kemi nxjerrë ca kosto buxhetore të cilat janë të detajuara në studim dhe nuk mund të përmenden këtu në mënyrë më të hollësishme se sa kaq. Këto premtime a kanë pasur një qasje, ne kemi si një rast kazus me ideologjitë e partive, pra arsye se në fundit partit kanë një qasje ideologjike, ndërsa
partitë e majta kanë një qasje që shkon më shumë drejt barazisë, drejt pjesës së mbrojtjes së shtresave sociale, qeverisjet e djatha apo fryma e qeverisjeve të djatha është një frymë më konservatore, një frymë që drejtohet drejt biznesit, drejt industrialistëve dhe drejt një zhvillimi të caktuar që lidhet pikërisht me këto lloj stresash. Në fakt, tendenca e partive nga sa kemi vërejtur, parë nga shifrat dhe nga buxhetet që ato kanë si të them propozuar nëpërmjet premtimeve të llogaritura, kanë një qasje. Pra, PS-ja dhe LSI-ja anojnë më shumë drejt politikave që shkojnë për rritje pensionesh, shkojnë për mbështetjen e stresave sociale të veçanta, apo shkojnë dhe për shëndetësi dhe për arsimin. Por ndërkohë, me kalimin e viteve, kur them me kalimin e viteve, vitet 2013 dhe 2017, kjo lloj diferencë midis PS-s, LSI-s dhe PD-s ka filluar të ngushtohet për arsyeën e thjeshtë se partitë kanë tentuar më shumë të bëjnë premtime që vijojnë o për shkak të qeverisjeve të tyre, pra ndërsa PD-ja në 2009 ishte në pragun e kërkimit të një mandati të ri, por ndërkohë premtimet e saj, një pjesë e mirë e premtimeve burojnë për premtime infrastrukturore, që janë vazhdimsi e projekteve të qeverisë dhe natyrshëm ato do ishin dhe pjesë e premtimeve. Ndërkohë, PD-ja nuk ka pasur premtime të shtesë siç ka pasur PS-ja dhe LSI-ja në këtë vit, për sa i përket pjesës taksave, për arsye se një pjesë e mirë e premtimeve partitë, duke qenë se janë bërë parti elektorale, i trajtojnë gjatë mandateve qeverisë dhe lënë pak hapësira për të bërë surpriza apo për të bërë premtime të shumta për ato politika që bëjnë partitë opozitës. Në tërësinë e tyre, premtimet janë parë edhe në respekt të kostos buxhetore, apo si në radhë parë si kanë qenë të besueshme. Pra, sa të besueshme kanë qenë këto lloj premtimesh në nivelin e përballjes me shifrat. Në fakt, premtimet ne i shikojmë të tilla siç na rezultojnë që ka një besueshmëri në nivele të krahasueshme edhe me rajonin apo dhe me vendet aq sa kemi parë në studimin ton, vendet e Europës Perëndimore, kuptohet jo në ato nivele sa janë ato, por të afruara. Pra, kemi një besueshmëri në zgjedhjet në zgjedhjet e vitit 2009 të tillë që partitë janë pranë njëra tjetrës, PD-ja dhe LSI-ja, PS-ja ka një nivel pak më të lartë besueshmërie. E njëjta gjë ndodhi në vitin 2013 dhe në vitin 2017. Të gjitha këto vlerësime janë bërë bazuar, siç thash, mbi ballafaqimin me dokumente strategjike dhe gjithë grupin e dokumenteve që janë përtej një partie, që do të thotë që në rastin e një vlerësimi, jo në çdo rast ai vlerësim nuk është specifik apo nuk është i matshëm, por nuk përfaqësohet në asnjë dokument bazë të shtetit shqiptar, i cili ta kthej atë në një element të besueshëm. Pra, nëse ai nuk parashikohet në një PBA, nëse nuk parashikohet në një dokument që i përket, nëse është nivel makro, kuadrit makroekonomik fiskal, apo strategjive kombëtare për zhvillim dhe integrim që përfshin gjithë sektorët apo programit kombëtar, në këtë rast ato janë premtime, por janë jashtë kontekstit të nivelit të pranuar më së shumti nga të gjithë palët, për arsye se siç thash, këto lloj dokumentesh janë dokumente që kanë vlera mbi partinë, mbi qeverinë që i miraton. Në qoftë se shikojmë pjesën e tashmë të siç thash të punësimit. Ky është një rast kazus që unë do të trajtoja me të gjithë çfarë na shikojnë dhe na dëgjojnë, në respektin e asaj se sa kanë premtuar partitë për të punësuar dhe sa në fakt kanë realizuar. Po të shikojmë tabelat e punësimit në 2009 PD-ja ka premtuar, PD-ja dhe LSI-ja, për arsye se PS-ja nuk ishte pjesë qeverisë në 2009-2013, mandati i takon këtyre dy forcave koalicionit, PD-ja ka premtuar 160.000 të punësuar dhe LSI-ja ka premtuar 100.000 të punësuar. Pra, nuk themi se ky është, nuk mbledhim shumë atë të dyave, por ne kemi parë se sa është realizuar bazuar në shifrat e të dhënave të Instatit dhe dokumente të tjera të besueshme që kanë monitoruar punësimin. Niveli i arritur i punësimit për qeverisjen 4 vjeçare ka qenë vetëm 49.000. Pra, le të marrim rastin minimal, sikur premtimi ishte 100.000, për arsye se siç e kemi shpjeguar në studim, rritja e punësimit nuk vjen thjesht nga një premtim, por duhet vi nga një nivel zhvillimi ekonomik i cili prodhon dhe një numër të caktuar punonjësh për çdo 100% rritje të GDP-s. Pra,
Nga ky premtim, numri I realizimit punësimeve është vetëm 49.000 në vlerë absolute. Ndërkohë në qeverisjen e koalicionit PSLSI në vitin 2013-2017 kemi një realizim që I përgjigjet premtimeve 300.000 punësuar nga PS-ja dhe 225.000 të punësuar të premtuar nga LSI-ja. Në fakt e realizuar sipas shifrave 198.000. Dhe kjo është një shifër jo e përmbushur sipas matjes, sipas nivelit të vlerësimit ton, por ndërkohë është një nivel që kalon vetëm nivelin 70% të premtimit të paktën minimal. Ndërkohë në qeverisjen e PS-s, e cila është një qeverisje tashmë një partijake, niveli I premtuar ka qenë 220.000 punësuar në zgjedhjet e 2017 dhe realizimi, pavarësisht se ne jemi shprehur me rezerva për vitin 2021, I cili është një vit që është vetëm vlerësues dhe nuk mund të ketë llogaritje, por me llogaritjet e bëra nga shumë tregues indirekt që kanë të bëjnë me tendencën e GDP-s, kanë të bëjnë me pjesën e zhvillimeve të projekteve, numri të punësuarve vete jo më shumë se 89.000 deri në fund të mandatit. Gjithmonë kjo është një shifër me rezervë siç thash pra. Pra, ky është një kazus që I cili ka nevojë për diskutim nga ekspertët për të treguar se përse jepin premtime të mëdha në numër, kur të treja partitë paktën kryesore në vend I kanë të gjitha këto dokumente për të bërë llogaritje të sakta parashikuese që t'i parafrojnë, pra një farë preventivi që të jetë I parafort me atë që ato kanë pritshmëri. Pra, unë do gjykoja në kuadrin e studimit që përfaqësoj bashkë me kolegët e mi që këto premtime janë të tilla për arsye se siç thash partitë japin premtime që I tejkalojnë këto dokumente, I tejkalojnë llogaritjet dhe dalin në premtime elektorale të cilat në një farë mënyrë kthehen garë midis tyre se kush ka premtuar një numër më të madh të punësuarish. Një pjesë tjetër për ta mbyllur në një farë mënyrë është se si ka ndikuar në qeverisjet e koalicionit forca që ka qenë pjesa ndikuese e qeveribërjes, LSI-ja. Ne kemi konstatuar se ndërsa në qeverisjen kur LSI-ja ka qenë me PD-n, janë marrë në konsiderat dhe janë futur në program 22% e premtimeve, në kohën që ka qenë në qeverisje me PS-n janë marrë një numër në konsiderat më I lartë që vetë te niveli 37% e premtimeve. Pra, në tërësi, LSI-ja ka qenë një forcë ndikuese në programet qeverisëse, por me rezerva në kuptimin e trajtimit për arsye se duhet të patur parasysh që premtimet që janë bërë në vitin 2009 janë premtime që ishin diametralisht në një pjesë të caktuar të kundërta me PD-n, por ndërkohë nuk duhet të harruar dhe fryma ideologjike apo si them qasja se ku orientoheshin premtimet e të djathtës dhe ku orientoheshin premtimet e të majtës. Kështu që kjo lloj përqindje është dhe brenda kësaj logjike. Ndërkohë politikat e shprehura të LSI-s janë shkrirë nëpër programet e partive të mëdha, të cilat I kanë vazhduar. LSI-ja për shembull është shprehur herët për politikën fason, e cila në qeverisjen e 2013-2017 doli me një paketë të zgjeruar. Po them për një qasje specifike të LSI-s në këtë rast. Specifik tjetër është qeverisja për një krijim të shërbimit shëndetësor universal, I cili është një premtim I hershëm edhe nga ana e LSI-s dhe ndërkohë në bashkëveprim me qeverisjen e vitit 2013-2017 ai filloi të marrë jetë pavarësisht se nga matjet tona të cilat bëm për sa I përket këtij rasti tjetër specifik, po që unë nuk dua të zgjatem se nuk do të ha minutazhin e pyetjeve. Ky premtim për shërbime shëndetësore në të gjithë vendin kërkonte kuptohet një buxhet të stërmadh. Për arsyeën e thjeshtë të ngritjes infrastrukturës, rritjes kapaciteteve dhe ndërtimit të një modeli të ri I cili jo pak dhe ai kërkon kohën e vet. Pavarësisht se ne kemi trajtuar këtë lloj qasje të shërbimit shëndetësor në 2 mandate, ne shikojmë që ai nuk është përmbushur për shkak të allokimeve buxhetore. Neve krahasueshmërinë e allokimeve buxhetore për sa I përket programeve e kemi parë nga buxhetet e zbatuara të vit pas viti, duke marrë për vit 0 vitin përpara se të nisë qeverisja. Pra, nëse ka allokime buxhetore shtesë, ato konsiderohen si allokime që janë hedhur në sektorin apo në premtimin e detajuar. Kështu që nga këto llogaritje që kemi bërë, shërbimet shëndetësore, apo shërbimi universal apo diçka tjetër, është një temë që e cila nuk ose një premtim I kthyer në program, por I papërmbushur në aspektin, pra është në progres e kemi quajtur si tjetërsim, por nuk është I përmbushur në aspektin e objektivave të cilat I ka vendosur vetes. Të njëjtat gjëra ne mund të themi edhe për sa I përket
pjesës së premtime për infrastrukturën, për arsye se janë bërë domethënëse në premtimet e partive, por dhe në programe. Ndërsa shikojmë që premtimet për infrastrukturën janë të stërmëdha në momentet e mandateve, fillimit të mandateve, pra pas periudhës zgjedhore, shikojmë që përmbushja e tyre ka lënë për të dëshiruar apo ka vajtur aty ku buxheti zbaton zakonisht rutinën e tij. Ndërkohë një veçori që kemi parë është për sa i përket infrastrukturës, ndërsa në qeverisjen e Partisë Demokratike në 2005-2009, por edhe 2009-2013 në këtë rast kemi marrë rrugën e Komit, e cila e ka kushtuar jo pak buxhetit, por diçka mbi 130 miliard lek, e njëjta gjë në një farë mënyrë por e shtyrë në një kohë pagesa e faturave ndodh në respekt të infrastrukturës edhe nga PSE me projektin që u shpall në vitin 2017 1 miliard. Ky është një projekt i cili në vlerë investimi infrastrukturor është i ngjashëm me rrugën e Komit, i shpërndarë në forma të ndryshme për arsye se nuk kanë të njëjtën tipologji shpërndarje, por ne kemi parë në aspektin buxhetor, pa hyrë natyrës politike të premtimit, që në momentin që buxhetet fillojnë të mëkëmbe pak, pa borxhi publik fillon të ulet, deficiti buxhetor vjet nën kontroll, premtime të tilla të stërmëdha në infrastrukturë që janë të kuptueshme përse bëhen, fillojnë dhe e ngushtojnë aq shumë hapësirën fiskale për të bërë investime apo për të zgjeruar portofolin e dinamikës programeve, sa në fund të fundit ato buxhete ngelen peng të tyre dhe për shumë vite, dhe siç e kemi parë se nuk dua të kalojnë detaje në këtë rast për arsye se gjenden te studimi. Në përgjithësi, niveli përmbushjes programeve qeverisëse ka qenë i tillë që ka ardhur në rritje nga viti 2009-2013 deri në vitin 2017-2021 pra. Niveli përmbushjes në kohën e qeverisës PD-LSI ka qenë në një nivel që vete 20-22%, ku kemi futur gjithë programet e përmbushura, dhe me programet e përmbushura unë shpjegova përfshin të gjitha ato të cilat janë ezauruar, dhe programe në progres të cilat kanë nisur por nuk kanë përfunduar dot brenda mandatit. E njëjta gjë në 2013-2017 që është qeverisja e PS-s me LSI-n, ne kemi parë një rritje të përmbushjes së premtimeve, por në nivele të tilla që nëse e krahasojmë me qeverisjet perëndimore, ne kemi marrë përmendur dy raste, qeverinë Prodi 1 dhe Berlusconi, janë poshtë niveleve të tyre, kuptohet, ne nuk mund të pretendojmë që të arrijmë, por ato janë si them pragu krahasues për të treguar se sa një qeveri që ka përvojë tjetër në këtë sistem demokratik dhe një tjetër lloj ekonomie dhe tjetër lloj kulture kanë arritur të përmbushin në programet e tyre. Ndërkohë në zgjedhjet e 2017-s niveli i përmbushjes, qoftë për arsye se kemi të bëjmë me një qeveri një-partijake, me një vijshmëri të qeverisjes, programi deri tani me të dhënat me rezerva për vitin 2021 ka arritur në nivelin 50%. Për të mbyllur në një farë mënyrë prezantimin i cili në fakt janë të gjitha të rëndësishme, por unë preferova ose mendova bashkë me kolegët të prezantojmë, do të themi që qasja e partive në vetvete është e tillë që kuptojnë përgjegjësinë e premtimeve nga zgjedhja në zgjedhje, dhe kjo tregohet me nivelin e zotimeve që i referohen sa më shumë premtime specifike dhe të matshme. Nga ana tjetër, përmbushja është e tillë që është detyruar në një farë mase edhe nga përbërja e koalicioneve të konsiderohet si niveli i ulët i përmbushjes, po dhe nga pjesa e premtimeve të fryra, të cilat ende vazhdojnë të jenë të tilla që të dominojnë në pjesën e politikës shqiptare. Faleminderit, dhe unë në fund do shpërndaj dhe linkun e studimit të plot i cili gjendet te faqja Altax dhe mund të hapet që tani për të interesuarit. Tani Zoti Gjekuta, unë ju falenderoj për prezantimin edhe gjetjet kryesore të studimit së bashku me ilustrimin e grafikëve më të qëndësishëm të këtyre gjetjeve. Është momenti dhe sesioni i pyetjeve, ashtu siç tham që në fillim, gjithë ky event po zhvillohet online për shkak të masave të sigurisë që bëhet në kuadër të pandemisë së Covid-19. Jemi në platformën Zoom Meeting, janë të shumta ata të cilët po na ndjekin, gjithë aktorët të interesuar për sa i përket përfshirjes në proceset zgjedhore 2009, 2013, 2017, kështu që në rast se keni pyetje për të dhëna më detajuara lidhur me studimin, jeni të mirëpritur për t'i bërë ato.
Atëherë ka fjalën zoti Ervin Bushati nga Partia Socialiste. Faleminderit shumë për ftesën. E vlerësoj përgjegjësinë dhe seriozitetin e studimit dhe shpresoj që të hyjë në leksikun dhe në teknologjinë politike si një standard i ri me cilin mund të maten partitë politike. Shpresoj që të ketë një reagim edhe nga forcat e tjera, kështu që unë po përpiqem të jem sa më i balancuar me që mungojnë PD-ja dhe LSI-ja. Është shumë interesante mënyra se si një sër shifrash apo një gjetje kaq të shumta në numra dhe në koncepte të mund të sillen në një standard i cili nesër të fillojë dhe të tregojë maturimin e klasës politike shqiptare. Evolucioni i politikës në fakt ka bërë që qytetarët kërkojnë nga aktorët politik, nga partitë politike që të jenë sa më të përgjegjshëm dhe sa më serioz në ato që thonë dhe ato që bëjnë. Pra që kjo është sfida sot në të gjithë qeverisjet në glob, ndërmjet asaj që thuhet dhe që bëhet, kush është balanca e dur. Unë kam pasur fatin në fakt që në 2007 të jem pjesë e një procesi politik dhe teknologjik për herë të parë në Partinë Socialiste që ka qenë sekretariat i programit, kështu që jam marrë dhe kam studiuar para se të arrinim të pjesa e programit edhe programet e 2005-s Partisë Demokratike, që në fakt ka qenë një risi sepse ishte një program i detajuar dhe duke parë dhe duke ndjekur në 2 vite që u morëm programin, jam ndeshur me të gjitha parametrat që ju keni marrë në studim. Në fakt janë sjellë në mënyrë shumë analitike, do doja që të ishin në mënyrë edhe më të përdorshme, duke vendosur dhe një standard nesër si do maten. Pra, ka disa studime këto 2 vitet e fundit, të cilat kanë vënë një lloj përgjegjësirie në politikë. Pra, para 2 vitesh ka dalë një studim, nuk kujtohet emri i shoqatës, i cili mat mënyrën se si shprehen në kuvend deputetët e Shqipërisë, sa herë marrin pjesë, sa herë flasin me minutazh, i cili në fakt ndikoi shumë edhe e rriti përgjegjësinë. Kështu që shpresoj që dhe disa standarde që mund të vendosen me përpunimin më të mirë të dhënave, duke dalë në 3-4 parametra kryesor, të bëhen shtylla besueshmërie për sjelljen politike të partive në Shqipëri. Kështu që kjo do të bënte vetvete, për mendimin tim, do të arrinte një shkallë zhvillimit politikës shqiptare që do ta ftohte sistemin nga pasionet politike, do ta bënte më analitik dhe më të logjikshëm. Në fund të ditës qytetarët do ta dinë që në qoftë se janë premtuar kaq dhe janë mbajtur në një masë të përgjegjshme premtimet për partinë e parë apo për partinë e dytë, kjo do të ishte shumë e vlefshme nesër, sepse të paktën mund të flitet për vizione, po kur vjen puna për të dorëzuar apo për të bërë delivery në atë që premtohet, ka një parametër të matshëm. Kjo është pika e parë. E dyta është që të shikohet në mënyrë analitike, shkencore, serioziteti i partive kryesore. Në fakt unë mendoj si një pikë të zhvillimit politik të shoqërisë shqiptare faktin që ne kemi 2 krah politik. Pra, në sfidën e populizmit që po has sot gjithë globi, e ka kaluar dhe Europa, dhe në fakt duket sikur është drejt ftojës periudha e populizmit, është e rëndësishme të vlerësojmë që shoqëria shqiptare ka pasur maturinë, fikurinë për të vendosur mes 2 partish politike. Pra, mos ketë parti të cilat si në vende shumë maturuara dhe të zhvilluara, si në Itali, edhe në Gjermani, edhe në Francë, në vende të tjera, kemi parë parti në Spanjë që vinë nga hiçi me premtime shumë të mëdha jashtë koncepteve të stabilizuara të politikës dhe të dëmtojnë dhe të sjellin turbulencë në realitetet politike. Dhe në fakt duket se po kthehet vala dhe në Europë tash janë prapë rikthimi i partive tradicionale, të cilat janë më serioze se këto parti populiste që kanë qenë deri më sot. Kështu që standardet të tilla patjetër ndihmojnë edhe në këtë pikë. Dhe mendoj që patjetër unë nuk mund jam politik, kështu që do të jem dhe politik edhe në këtë pikë. Më vjen mirë që si përfaqësues i Partisë Socialiste, në seriozitetin e asaj që kemi thënë dhe që kemi bërë,
edhe nga shifrat që dalin këtu, Partia Socialiste ka mbajt 52% premtimeve, ka shumë për të bërë, por prapë është në ndryshim të madh me qeverinë më parashme që ka mbajtur vetëm 20% premtime. Pra, kemi një përmirësim dyfish. Apo shifra tjetër për sa i përket punësimit, dhe këto janë disa nga shifrat materialin e gjerë që ju keni, për punësimin, Partia Socialiste ka ndëntur deri 66% premtimeve që ka mbajtur, pra dhe Partia Demokratike 30%. Pra prap kemi një parametër 2 herë më serioz, dhe këtë duhet ta pranojmë, të një Parti Socialiste në krahasim me ata që kemi përballë. Sepse në fund të ditës, si në gjithë vendet e botës, krahasimi bëhet me ata që ke dhe jo me një kundërshtar imagjinar, ndonë se sot duket se është kështu që kundërshtari është imagjinar, shpresoj të na ndjeki, është pak herët ndoshta, na ndjeki në internet. Ndaj, mendoj që në momentin që do kemi dhe një produkt final, edhe ne të arrijmë që qoftë dhe në leksikun politik të vendosim ca standarde se si mund të maten serioziteti dhe përgjegjësiria e partive politike. Është një material shumë i mirë, mezi pres të shoh formën finale, ku të ketë edhe një faqe të shkurtër, se çfarë mund të jenë 2 apo 3 kolona, sepse kaq pranohen edhe gjithë diskutimet që bëjmë, për cilat për të matur efikasitetin dhe seriozitetin e përgjegjësinë e partive politike në Shqipëri. Faleminderit. Duke dashur ju falenderoj një për gjithë sa folët, për arsye jo thjesht pas studimi tashmë do të lançohet dhe është në fazën e testimit te publiku i gjerë, për arsye se synimi nuk janë thjesht partitë politike, por është gjithë pjesë e votuesve, dhe ky ishte qëllimi final i këtij studimi, të zbërthej në shifra dhe ta bëj sa më të kuptueshme për votuesit se sa vlen premtimet që u bën. Ndërkohë, unë dosha të njoftoj që ky projekt vazhdon për arsye se ne jemi duke monitoruar aktualisht dhe që flasim zgjedhjet e vitit që sapo do kryejmë, pra të vitit 2021, për të ndjekur të njëjtën rrugë, pra për të shikuar besueshmërinë e tyre, për t'i matur dhe për t'i prezantuar në kohë e fushatës zgjedhore. Ju falenderit. Nuk e di nëse kemi pyetje nga ata të cilët na ndjekin online, për cilat edhe zoti Gjokutaj mund t'i jap shpjegime. Po, ndërkohë që presim të tjera online. Shumë interesante me leximin e parë. Doja të dija kush është diferenca ndërmjet apo si e keni trajtuar në metodologji apo dhe si mund të kthehet nesër në një format më të përdorueshëm, dallimi ndërmjet premtimeve dhe zbatimeve të kuantifikuara, pra kur kanë të bëjnë me shifra, apo dhe ato që kanë të bëjnë me një proces, pra me ndërmjet efikasitetit dhe efektivitetit. Bër ose jo bër, kur është një premtim për shembull që ka të bëjë me një proces që përmbyllet dhe nuk ka shifra, siç është reforma në drejtësi, apo këtyre që janë të kuantifikueshme, siç është punësimi, apo ndryshimi të ardhurave në përqindje, apo në vlerë absolute, apo zbatimi i projekteve të infrastrukturës. Pra, si matet dhe si mund të sillet në një format më të përdorueshëm dallimi mes tyre të dyja. Faleminderit. Në përgjithësi, siç e shpjegova, premtimet janë ndarë në 2 kategori, siç i përmendët dhe juve, premtime të kuantifikueshme ose me vlerë dhe premtime ligjore. Për sa i përket premtimeve me vlerë, zakonisht referimi janë dokumentet që prodhohen më së shumti nga institucionet financiare, financat, Banka e Shqipërisë apo Instati që prodhon statistika të karaktere të ndryshme. Dhe ato janë dokumente që janë në kuadrin e parashikueshmërisë, pra ndërsa japin vitet faktike, japin dhe tendencën e ekonomisë dhe tendencën e financave, përballë japin tendencën e zhvillimit të buxhetit dhe ajo është një aritmetik që kalon përtej edhe qeverisjes, ndërkohë për sa i përket pjesëve të pa ose si them proceseve ligjore, rregullatore, administrative, më së shumti ato janë parë të referueshme
në dokumente strategjike, për arsye se dokumentet strategjike kanë parashikueshmëri dhe kanë dhe plan veprime se si do të ecin për sa i përket politikave të ndryshme sektoriale në rastin e reformës së drejtësisë, në rastin e reformave të ndryshme për pensione apo për të tjera. Dhe në këtë prizëm, krahasuar edhe me programet e partive, për arsye se programet e partive vetë nuk janë përjashtuar nga matja në aspektin e seriozitetit. Pra, manifestet politike konsiderohen, pavarësisht se ishin të vështira për të gjetur, por ne i morëm, konsiderohen të tilla që kanë besueshmërinë e tyre për politika të caktuar të ndryshimeve ligjore, për shembull, politika do ndryshojmë këtë apo do ndryshojmë atë, dhe që janë të matshme që mund të realizohen në krahasim dhe me strategjitë brenda një mandati. Pra, kanë një periudhë kohore të evoluimit të tyre për sa i përket kalendarit. Pra, ato kuptohet që kanë një natyrë më pak objektive se shifrat, por kanë edhe ato një referim që, siç thash, referimi vetëm apo standardi është pikërisht dokumentet kryesore të vendit që janë angazhime o në nivel kombëtar o në nivel ndërkombëtar dhe të ndërthuara. Faleminderit zoti Gjokuta, atëherë zotëria ka një pyetje për ju. Po, mbi gjitha falenderoj Altaksin edhe Eduardin bashkë me të gjitha autorët që kanë marrë pjesë në këtë studim. Duket njëjësi nga pikpamja e analizës, kështu që një pikë e mirë referimi për të gjithë përdoruesit dhe ata që duan kërkojnë të informohen për sa i përket pozicioneve të premtimeve elektorale gjatë fushatave ndryshme. Harku kohor është një hark i mjaftueshëm them për të kuptuar dhe për të analizuar thelbësisht në pozicionet afatgjata të premtimeve elektorale. Megjithatë, unë doja të bëja një sugjerim, nëse nuk e di, ende nuk e kemi parë punimin e plot dhe ju thatë që kjo do të vazhdoj. Unë besoj që ndoshta nga pikpamja e matshmërisë dhe kuantifikimit të rezultateve të indirekte të atyre premtimeve elektorale është një tregues që ne në fakt në analizat tona ekonomike marrim parasysh, është rritja ekonomike. Pra, nëse kemi programe financiare të cilat kanë një faturë financiare të madhshme, kjo lidhet nëpërmjet buxhetit, por të gjitha pa efektet endogjene që vijnë nëpërmjet premtimeve të ndryshme, institucionale, ligjore etj, kanë një pikë fundore që është rritja ekonomike. Tani gjatë kësaj periudhe që ju i referoni studimit, kam përshtypjen që rritja ekonomike do të jetë rreth 2.7% në terma afatgjata, apo rritje mesatare. Kështu që është një rritje e pamjaftueshme për të justifikuar të gjitha premtimet elektorale në këndvështrimin tim. Unë besoj që nëse ju nuk e keni përfshirë në studim, besoj që rritja ekonomike, treguesi i rritjes ekonomike do të jetë një input i rëndësishëm në matjen edhe indirekte të këtyre premtimeve. Tregues tjetër i matshëm, besoj, është edhe procesi i administrimit të tyreve tatimore. Është e mendueshme që patjetër dhe e pranueshme që premtimet elektorale vinin me një frymë pozitive, sepse në kundërt kjo nuk do ndodhte, do të prishte gjithë procesin. Problemi se sa këto implementohen dhe cila është pengesa e tyre në vijimsi, unë besoj që këta dy tregues do t'japin, besoj, një argument shumë fuqishëm për të mbështetur matjen kuantitative të këtyre treguesve. Nëse ju e keni, ju lutem na informoni, në të kundërt e lëm pjesë të diskutimit mëtejshëm. Faleminderit. Në fakt, unë e përmenda që ne i kemi marrë në konsiderato për arsye se janë qofte kuadri makroekonomik fiskal, i cili miratohet me diapazon 2 vjeçar çdo vit dhe azhurnohet, qoftë dhe te pastaj aq sa i përket pjesës së zbatimit buxhetor. Por ndërkohë parashikueshmëria apo si them premtimet hyn në nivelin e matjes optimiste themi. Pra, ne nuk mund të paragjykojmë se si ka ndodhur ky për shkak se jemi në këtë vit që jemi. Viti 2009 është matur me atë qasje, me atë frymë jo më kot në studim është vendosur në hyrje të tij, fryma zgjedhore në çdo periudhë që ka ndodhur, duke marrë parasysh premtimin, duke marrë parasysh dokumente strategjike të kohës, pra janë marrë strategjitë që më së shumti përkasin viteve 2007, 2008 deri në 2013, të gjitha këto janë parashikime të cilat hyjnë te kuadri premtimeve dhe nuk janë te kuadri i matjes se sa janë zbatuar. Momentin që këto premtime janë hedhur dhe janë bërë programe të mirëfillta politike qeverisëse, atëherë nuk maten me të njëjta dokumente me strategjitë, por maten me dokumentet e buxheteve më së shumti për rastin financiar dhe janë përfshirë edhe në studim gjën dhe elementin e informalitetit i cili mungon në premtimet zgjedhore. Mirë, po nuk desha të koha aq e shkurtër sa një material që është shumë voluminoz, nuk arrin dot të thuash detajet, por padyshim që janë përfshirë. Faleminderit.
Nuk e di nëse kanë mbritur pyetje të tjera. Dakor, atëherë, për ta mbyllur po bëjmë një përmbledhje të përgjithshme, ajo që është konstatuar në 3 zgjedhjet e fundit 2009, 2013, 2017, është se ofertat politike kanë qenë të orientuara në 2 drejtime kryesore, kanë qenë premtime të cilat kanë synuar mbajtjen në status quo me qëllim garantimin e një mandati tjetër dhe premtime të cilat janë bërë për të synuar rotacionin politik dhe për të sjellë ndryshimin. Padyshim që partitë të cilat kanë qenë në qeverisje dhe kanë synuar një mandat tjetër, kanë pasur shanse më të mira që të mbajnë premtimet politike në momentin që kanë pasur mundësi të kenë 2 elemente, para burimet financiare dhe dyta kohën e disponueshme, të paktën një mandat 4 vjeçar për t'i realizuar, pra afatin e mjaftueshëm për mbushjen e këtyre premtimeve. Për sa i përket strategjive që kanë ndjekur, partitë e opozitës më tepër se sa kanë bërë komente lidhur me punën e qeverisë, kanë bërë strategji të cilat kanë qenë fokusuar mbi nevojën për të sjellë ndryshimin edhe për ta bërë këtë ndryshim më të prekshëm edhe më të nevojshëm edhe për votuesit. Në këtë drejtim janë bërë edhe premtime të tilla të tipit për ulje taksash, për diferencime fiskale për kategori të caktuara, apo edhe për subvencione për sektor si bujqësia, për shtresat në nevojë, për fuqizimin e rolit gruas apo për punësimin e të rinjve. Dhe është një strategji e cila është ndjekur dhe një model i cili është ndjekur si nga Partia Socialiste LSI në vitet 2009-2017, i njëjti model është ndjekur edhe nga Partia Demokratike, por ajo që është konstatuar është që pavarësisht mekanizmave të njëjtë zbatuar, votuesit kanë arritur të identifikojnë partitë me premtime të caktuara që ato kanë bërë për sektor të caktuar. Kështu Partia Socialiste dhe LSI dhe përgjithsisht partitë e majta kanë marrë përfitime më të mëdha nga premtimet, të cilat kanë bërë për sektor siç janë arsimi dhe shëndetësia, ndërkohë që Partia Demokratike dhe partitë e djathta në përgjithësi kanë pasur përfitime politike më të mëdha për premtimet të cilat kanë bërë me uljen e taksave, pa me ndryshimet fiskale dhe me çështje të cilat kanë të bëjnë me thithjen e investimeve të huaja apo për fuqizimin e biznesit. Padyshim që është interesante për të parë edhe se çfarë ndodh në momentin që përzgjidhet le të themi fituesi në këndvështrimin e opinionit publik, ndodh që pak janë bahen premtimet politike, premtimet elektorale dhe pak përfshihen ato në programet qeverisëse. Ndërkaq pasi shpallet fituesi, ajo që konstatohet është që partitë politike që përzgjidhen, që mund të jenë në koalicion ose edhe parti vetëm, në qeverisje më tepër sa përfshin premtimet elektorale, ajo që bën është zbatimi një programi qeverisës i cili të japi ideologjinë e qeverisjes. Ndërsa për sa i përket opozitës ose partisë që humbasin në zgjedhje, ato bëjnë një reflektim të gjitha premtimeve që kanë bërë, ciklimit të premtimeve të vjetra apo edhe premtimeve të reja për të parë se ku ka çaluar procesi dhe ku kanë qenë përfitimet apo jo përfitimet në mënyrë që të nisin me premtime të reja dhe me një strategji të re në zgjedhjet e ardhshme. Këto janë pak a shumë gjetje të cilat i prezantoi dhe zoti Gjokutaj. Studimi do të jetë i plot në faqen e Altax në internet me të gjithë grafikët shoqërues për çdo gjetje dhe me detaje të tjera në studimin që është realizuar nga Altax dhe është realizuar me mbështetjen e programit të granteve të vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së Shtetit të Bashkuara në Tiranë, 200 është media partner në këtë event. Vlen të theksohet që është një studim shumë i rëndësishëm pasi për herë të parë ne kemi krahas premtimeve elektorale edhe të dhëna ekonomike, referenca ekonomike, të cilat shoqërojnë premtimet e partive politike dhe mbi të gjitha është një studim gjithëpërfshirës, çka do të thotë që përfshin të gjithë sektorët dhe kjo ndoshta shpeshherë bën edhe voluminoze dhe kërkon deri diku edhe një pak vëmendje dhe përqendrim për të analizuar gjithë rregullsit edhe për të arritur në konkluzione të rëndësishme. Po, atëherë kemi Elvin Meka, po na ndjek online, do të bëhet pjesë e diskutimit, po zoti Meka?
Okay, është? Okej, faleminderit të gjithëve për vëmendjen, edhe mund të kontaktoni të shkruani në faqen e Altax në Facebook për gjitha detajet që doni apo shpjegime të tjera. Besoj që zoti Gjokutaj apo bashkëautorët e tjerë të projektit do të jenë gatshëm që t'ju ndihmojnë me shpjegimet përkatëse.